Renori që në marrëveshje politike mund edhe LDK-ja më po president. Po ishin pak me numrat vogël. Nuk është 57 me 15, o Kosovë, o Indru. Ka nevojë për çfarë distanca e madhe. Nëse do të mos me shku në zgjedhje, Renor, nëse vetvendosja nuk është e interesuar me shku në zgjedhje, sepse na e dim, dhe unë e them me goxha siguri që në një palë zgjedhjet mundshme mars prill, vetvendosja nuk mundet me përsërit çet rezultat tashit. Atëherë normalisht që i duhet ndihma e dikujt. Edhe gjasat më të mëdhaja që i ka me marrat ndihmë, paktën për zonjën Osmani sidomos, nëse vjeç po them qëndron tek ideja që zonja Osmani duhet ta ketë një mandat, atëherë gjasat më të mëdhaja e ka që këtë ndihmë ta marr nga LDK-ja. Arrestati 25 dhjetorit. Me zonin pak të hapim këtë idenë Glau Kunusa president. Ka synime. Unë kam informatën e kam që fare nuk do t'jetë në ekzekutiv, ajo është e sigurt. Tasha do t'jetë krye parlamentar apo president, varet shumë prej. Mbetet me po. Dëgjoj Drenori. Ministri i jashtëm. Në ekzekutiv do t'jetë. Po në ekzekutiv do t'jetë, jo. Këta pi referohen propozimit të zgjedhjeve të kaluara. Jo tash, a keni dëgjuar propozimet tashit? Zgjedhjet kaluara Drenori apo ke ndonjë informacion të brendshëm kështu? A keni dëgjuar i kanë të thonë Albulena Xhiu do t'jetë kandidatja jon për kryeparlamentare? Po dëgjom tash fundi. Po që kanë të lashë. Jo, fol për ministra, jam fol për enda. Tash nuk është më debati ai sepse nuk është i mvarur apo rrin ata për mja votuar jo. Nuk është të larg me oponi një gjë. Nuk është komoditetin për zonën Xhiu e ka të lehtë, se s'ka nevojë me lut as për atë punë, kështu që s'ka nevojë as me hap debat për atë. S'është tema e debatit kjo ma. S'është tema e debatit. Veç për president, okay, mundesh me shpreh mendime, shumë ndryshime. Tash Albin Kurti menon edhe për veti. Ai thot, ma mirë unë e kom vjosën, me tregu besnikëri ndaj vjosës, që shkom tregu deri tash, me munu me shty për para sa ma shumë kandidature në sajna, se sajo nesër më bu këndështore. Por i duhet ndihma e dikujt të krenar. Dhe ku ka me marrë ndihmën për çështë çështje zoti Kurti? Po shkojnë as zgjedhje. Na po thonë për mja siguru zonja Osmani një mandat, edhe me qëndru në qatë, le të themi, me mbajt qatë marrëveshje që po ekzistoj ka, atëherë ati duhet ndihma e dikujt. Ku pe din ti që nuk rën dikush në salë? Nuk e dim se tash na jemi. Po ku be dim? Na spedima kemi shku në zgjedhje, ana sa kemi zgjedh president Kosovë konkret tjetër, ajo është çështje tjetër. Komision mos më shkput pi vjosës. Kosovë narracionin që suni përsërit rezultatet e zgjedhjeve të kaluara ka qenë edhe gjatë fund vitit kalu, okej, kur u vendos data 28 me gjatë, ishte tani pak ma problematike. E dinte që s'munet për arsye të shumta dhe s'pohima nej. Po cila LDK është e gatshme me hinë zgjedhje vëllate? Ajo është tani çështje tjetër. Unë nuk thash asgjë që jo në opozita të interesuar për zgjedhje. Cila PDK është në gjendje me hinë garë kur a di çfarë lufte brendshme të bën ankesa gzat njëri tjetrin që nuk e di zgjedhje. Zgjedhjet nuk i konvenojnë asnjë. Kogja afër mi mojt krytar pak. Pse s'është LDK-ja gati? LDK-ja që atë përqind dje ka dhe me shku në zgjedhje prap. Ose e morë në qafë. Tashti, a di që shkat, Albini nuk guxan me shku në zgjedhje. Albini arroja që guxan me shku në zgjedhje. Albini veç nëse gjena e formul për mes gjykatës kushtetuese eventualisht ka korriku më mojt zgjedhjet shkon me kështu i sigurt në zgjedhje. Qofse, njeket narracioni edhe prej neve në studio, po edhe prej tyre. Po, Albini që duhet me shku në zgjedhje mos më rejnë sallë për zonjën Osmani është kryk put mendësi blokuse e njerëzve të cilët nuk mujnë me po për te disa linjave që realisht është tu. Këta letrat edhe janë dojnë çdo herë për i sallë për votu presidenti. Jo më ne kanë kallë. A janë kanë që ta LDK-s.